I nderuar kryetari i Bashkisë së Kavajës, zoti Fisnik Qosja. Të nderuar familjar të nacionalistit dhe adhetarit Sejdin Lusha. Të nderuar deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe vendore. Të nderuar personalitete të jetës publike. Të dashur qytetarë. Mirë se keni ardhur në këtë ceremoni kaq solemne, në të cilën jemi mbledhur për të nderuar jetën, veprën dhe kujtimin historik të njërit prej bijve të kësaj treve, nacionalistit dhe adhetarit Sejdin Lusha. Urimi i këtij busti është një akt respekti, mirënjohje dhe kujtese historike, një dëshmi se tregon që kombi ynë nuk i harron ata që me sakrifica dhe bindjet e tyre kanë lënë gjurmë në historitë e vendit tonë. Ceremoninë e sotme do ta nisim me shenjën më të artë të kombit shqiptar. Ju ftoj të gjithëve që të ngrihemi në këmbë për të nderuar himnin e flamurit kombëtar. Në shenjë vlerësimi për kontributin dhe mbështetjen e dhënë në realizimin e kësaj vepre përkujtimore, ftojmë të mbajë fjalën përshëndetse kryetarin e Bashkisë së Kavajës, zotin Fisnik Qosja. Të nderuar banorë të njësisë administrative Luzi Vogël, shumë të nderuar deputet, përfaqësues të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, përfaqësues të përndjekur politik, të dashur miq, të dashur përfaqësues të institucioneve. Ne sot përorojmë bustin e Sejdin Lushës, një njeriu i cili ka dhënë gjithçka për këtë lloj treve, për trevën për Luzin e vogël, por jo vetëm për gjithë Kavajën, për gjithë trevën e Kavajës, të cilës ne sot i shërbejmë me përulësi, siç na kanë mësuar të parat tanë dhe siç hesim në rrugën e Sejdin Lushës, por jo vetëm të gjithë burrave dhe grave që kanë dhënë sakrificë për këtë ditë ku jemi sot. Bashkia Kavajë me vendim të Këshillit Bashkiak, me propozim të kryetarit të Bashkisë, me vendim të Këshillit Bashkiak, bëri të mundur që Sejdin Lusha të jetë qytetar nderi i Kavajës dhe gjithashtu Bashkia Kavajë ka marrë përsipër që të përoroj bustin e këtij burri të madh, të cilët e ka udhëhequr vetëm se morali dhe sakrifica dhe për ta çuar përpara vendin dhe trevën e Kavajës, që është kaq e bukur sa gjithë secili prej nesh do të ndihet krenar, sepse kjo trevë na ka bekuar Zoti, si në pozicionin gjeografik, por edhe si me njerëzit, sepse kemi njerëz adhetar, njerëz që e duan vendin, e duan Shqipërinë, kanë dhënë prova, kanë dhënë fakte, dhe Kavaja në fakt ka vite që është lënë mbasdore në për sa i përket emrave që kanë dhënë kontribut për këtë trevë, por Bashkia Kavajë po bën përpjekjet e saj, ndoshta kemi bërë minimumin, po do bëjmë maksimumin, që zëri, vepra dhe gjithçka kanë dhënë këto burra të mençur, trima, luftëtar, ne t'ia tregojmë brezat, sepse po nuk e ditëm nga vim, nuk do dim ku do shkojmë. Kështu që ju faleminderit gjithëve dhe është një kënaqësi që unë jam sot dhe po inaugurojmë bustin e Sejdin Lushës, një njeriu i cili ka dhënë këtë kontribut dhe lavdi vepra e tij. Faleminderit. Çdo popull dhe çdo komunitet ka detyrë të ruajë kujtesën e vet historike. Ajo ndërtohet jo vetëm mbi ngjarjet, por edhe mbi njerëzit, që me bindjet, veprimtaritë dhe sakrificat e tyre kanë lënë gjurmë në historinë e kombit. Për Luzin e vogël, Sejdin Lusha mbetet një prej këtyre figurave. Sipas dëshmive të familjes dhe kujtesës së komunitetit, ai u përfshi në veprimtari kundër regjimit komunist dhe la pas
vendit të tij, ai gjithashtu mori pjesë në përpjekjet e organizuara për rrëzimin e diktaturës, duke u rikthyer në Shqipëri me desant ajror. Megjithse këto misione nuk arritën rezultatin e synuar, emri i tij mbeti simboli i qëndresës, guximit, besimit e liria dhe aspiratës për një Shqipëri demokratike. Në emër të familjes, ftojmë të përshëndes këtë ceremoni Muharrem Rosa. Ju falenderoj gjithë për pjesëmarrjen. Veçanti falenderoj Bashkinë e Kavajës, sidomos kryetarin që na mundsoi dokumentacionin që arritëm të qëllimi dhe Këshillin Bashkiak. Ju falenderoj gjithëve. Sot nuk jemi mbledhur për të gjykuar historinë përmes ndarjeve të së kaluarës. Jemi këtu për të nderuar një njeri që me veprën e tij dhe me bindjet e tij pagoi një çmim të lartë. Demokracia na mëson se kujtesa historike duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe se çdo figurë duhet të trajtohet me dinitet, respekt dhe besnikëri ndaj së vërtetës. Ftojmë të mbaj fjalën përshëndetëse deputetin e Kuvendit të Shqipërisë, zotin Tomor Alizoti. Zonja Zotri, i nderuar kryetari i Bashkisë Kavajës, mirë njohje që po kujtoni figura të tilla, sepse Shqipëria i ka harruar figura të tilla. Njerëzit dhe ne jemi bijtë e historisë. E sotmja është produkti i historisë. Dhe Shqipëria dhe shumë të rinj në Shqipëri kanë harruar heroj të mëdhenj të cilët luftuan jo veten e tyre, nuk humbën veten e tyre, por shkatruan familjet e tyre. Jeni të sigurt që familja i të nderuarit ka vuajtur persekutime, poshtrime dhe mirënjohje vërtet për Bashkinë Kavaj edhe për ju. Dhe do doja që këto gjëra të ishin më shpesh në Shqipëri. Kemi një kamp përqendrimi i cili përngjan me kampet më të frikshme të përqendrimeve në botë, Spaçi, i cili është shkatëruar. Kemi kampe tjera, vuajtjen e madhe të shqiptarëve. Dhe këtë duhet ta dijë rinia shqiptare që në Shqipëri ka pasur burra që kanë luftuar për lirinë, kanë luftuar për perëndimin. Po të ndiqte dhe po të ishte Shqipëria produkti këtyre burrave, sot Shqipëria ishte pjesë e Bashkimit Evropian. Akoma nuk është në BE. Pse nuk është në BE? Sepse drejtoi e pushtoi për një kohë gjatë partia nën e partisë sot që është në pushtet. Prandaj Shqipëria është në këtë gjendje. Një shoqëri pa modele është e vdekur. Dhe njëherë mirënjohje dhe Shqipëria ka nevojë për modele e njerëz të tillë, sepse një shoqëri pa heronj dhe modele, ajo nuk ekziston. Nderim përjetshëm për heroin e madh dhe faleminderit gjithë pjesëmarrësve. Vendimi për të ngritur bustin e Sejdin Lushës dhe për të përjetësuar emrin e tij në luzin e vogël është një shprehje e respektit dhe mirënjohjes së komunitetit për një nga bijtë e tij. Ky monument do t'ju kujtoj brezave se liria, diniteti dhe dashuria për atë dheun kanë pasur gjithmonë njerëz të gatshëm që të sakrifikojnë për idealet e tyre. Ftojmë në foltore kryetarin e Partisë Demokratike Dega Kavaj, zotin Rudin Hylviu. Përshëndetje gjithëve, të nderuar familjarë të familjes Lusha, i nderuar kryetari i Bashkisë Kavaj, të nderuar deputet, të nderuar të ftuar, miq dhe bashkëqytetar të mi. Sot jemi mbledhur këtu për të nderuar një bir të kësaj treve. Një patriot, një nacionalist shqiptar, një njeri që zgjodhi mos pajtohej me diktaturën dhe të qëndroi besnik bindjeve të tij deri në fund pa u lëkundur. Sejdin Muslim Lusha nuk është thjesht një emër nga historia e Luzit vogël. Ajo është pjesë e kujtesës sonë dhe asaj historie të dhimbshme shqiptare që pas vendosjes së diktaturës komuniste u burgosën, u përndoqën dhe arritën deri këtu dhe t'i largonin nga ky vend. Por Sejdini u largua nga Shqipëria, nuk harroi kurrë vendit e tij. Ai u desh të rikthehet përsëri në vitin 1951
bashkë me disa bashkëuftetarët e tij, mendimin edhe të aleatëve tonë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, me bindje që të rrezonin këtë sistem. Por ai era heroikisht në këtë iniciativë të mbështetur nga aleatët tonë. Prandaj, busti që ne zbulojmë sot nuk është vetëm një monument bronzi. Kjo është një bust, një vend kujtim simbolik, është një amanet që shkon në vend dhe është një borxh që ne ja kthejmë historisë dhe familjes Lusha. Si kryetari i Këshillit Bashkiak Kavaj, ndihem veçanërisht i nderuar që kam qenë pjesë e vendimarrjes që bëri të mundur vendosjen e këtij busti dhe emërtimin e këtij sheshi në emrin Sejdin Lusha. Ndërsa si kryetari i Partisë Demokratike Kavaj, duhet të them se nderimi atyre që u përpoqën të dilnin kundër diktaturës më të egër në Europë nuk është vetëm respekt për të kaluarën, por edhe një mesazh për të ardhmen. Një shoqëri që harron sakrificat për lirinë rrezikon të humbajë sërish atë. Sot, pas 75 vitesh, Sejdin Lusha rikthehet në luftë të vogël. Nuk rikthehet për hakmarrje, nuk rikthehet për ndasi, as për revansh. Rikthehet për të kurtuar e për të dëshmuar se e vërteta dhe liria, sado gjatë të heshtin, nuk mund të groposen. U pret në paqe kujtimi Sejdin Muslim Lushës dhe gjithë atyre shqiptarëve që sakrifikuan për një Shqipëri të lirë. Nderim për Sejdin Lushën, nderim për gjithë martirët e lirisë. Faleminderit gjithë. Le të jetë ky bust jo vetëm një vepër arti, por edhe një vend kujtese, reflektimi dhe respekti për jetën dhe veprën e këtij nacionalisti. Ftojmë deputetin Belind Këlliçi të mbajë fjalën e rastit. Nderuar kryetari i Bashkisë Kavaj, zoti Fisnik Qosja, nderuar deputet, nderuar kryetari i Partisë Demokratike Kavaj, zoti Rudin Ylviu, nderuar përfaqësues edhe drejtues të shoqatave për ndjekurve politik, krerë partish, nderuar qytetar. Popujt që harrojnë historinë e tyre rrezikojnë ta përsërisin. Unë sot ndjehem shumë krenar që jam sot në këtë ceremonisë bashku me ju në ngritjen e këtij busti të një heroi jo vetëm kësaj treve, por të një heroi i cili do duhet të jetë model për gjeneratën e re dhe brezin e ri sot në Shqipëri. Unë i përkas një brezi të ri në Partinë Demokratike që kam vendosur të jetoj, të punoj dhe ta krijoj familjen në Shqipëri. Sot është e vërtet që jetojmë në një demokraci në letra, por jam i bindur jo shumë prej jush jetoni në një diktaturë të kafshatës gojës. Sot e dini mjaft mirë që nëse ngrini zërin kundër qeverisë, e humni vend e punës. Nëse keni një biznes të vogël dhe keni një pakënaqësi për qeverinë, goditeni ke biznesi. Nëse nuk shkoni me detyrim dhe jeni punojës administratës publike për të votuar partinë pushtet ditën e zgjedhjeve, rrezikoni jo vetëm vendin tuaj të punës, por dhe vendin e familjarëve tuaj. Kjo histori do duhet marrë fund në Shqipëri. U tha pak më parë nga i nderuari miku ynë Tomur Alizoti se kjo që po ndodh në Shqipëri sot është totalisht jo e papranueshme, por është produkt i një njeriu të ri që donte në fakt regjimi Enver Hoxhës. Që heronjë si Sejdin Lusha e luftuan dhan jetën dhe shkatruan jo vetëm jetën e tyre, jetën e familjeve tyre dhe bën një sakrifisë të jashtëzakonshme për të pas një Shqipëri të lirë. E ndruan tillë. Ja u garantoj që sot është detyrë për secilin prej nesh mbi të gjitha përbrezën e ri, pasi prindrit tanë, gjyshrit tanë e bën një herë detyrën në vitin 90, është detyrë e brezit të ri për të bërë dhe një herë ndryshimin në Shqipëri. Unë do doja ta përdornim këtë ditë simbolike si një mesazh për gjithë rinin për t'i reflektuar vlerat më të mira të shoqërisë sonë ke njëri tjetri. Për të reflektuar vlerat e Sejdin Lushës, familjes tij, të heronjve tjerë që kanë dhënë jetën, gjakun e tyre për këtë vend dhe për të mos të lejuar këtë vend të rrëshkast përfundimisht drejt një diktature pa kthim. Sot nderuar miq, Shqipëria konsiderohet një autokraci elektorale bazuar kjo në raportet e vetë organizatave më të njohura ndërkombëtare që bëjnë vlerësimin e demokracive funksionale në shtetet e ndryshme. Sot në letra ne jemi një vend aspirant për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, por në praktik dhe në përditshmëri ju e dini mjaft mirë se sa larg jemi nga standardet e Bashkimit Evropian. Unë nuk dua zgjatem shumë se janë temperaturat nxehta dhe e di që nuk është e lehtë që ndrojmë mes diellit, por
Sedin Lusha, familjarët e tij, pasardhësit e tij meritojnë sot respektin maksimal të gjithëve ne, të Partisë Demokratike dhe çdo shqiptari. Unë edhe në emër të kryetarit të Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, ju përcjell urimet më të mira dhe falënderime për kryetarin e Bashkisë Kavaj që bërit mundur këtë ditë, urime dhe falënderime për kreun e Partisë Demokratike dhe kreun e Këshillit Bashkiak, zotin Rudin Ylviu, për marrjen e këtij vendimi dhe qoftë kjo ditë një mesazh i mirë për kthimin sa më shpejt Shqipërisë sonë në normalitetin që të gjithë e duam. Faleminderit edhe urimet më të mira. Brezat që do të kalojnë pranë bustit të Sedin Lushës do të mësojnë se historia e një kombi ndërtohet edhe nga njerëzit e zakonshëm, të cilët në çaste vendimtare morën vendime të jashtëzakonshme. Ftojmë të mbaj fjalën përshëndetëse deputeten e Kuvendit të Shqipërisë, zonjën Jorida Tabaku. I nderuar kryetari i Bashkisë, zoti Fisnik Qosja, i nderuar zoti Ylviu, kryetari i Këshillit Bashkiak, të nderuar përfaqësues të organizatave shoqate për ndjekur e politik, i dashur Belind, i dashur Tomor, së pari njerë dua të falenderoj të gjithë banorët e Luzit dhe jo vetëm për qëndresën historike dhe heroike këtu në diell, në kushte pak edhe të nxehtan. Dhe kjo tregon që qëndresa e Kavajës që ndryshoi regjimin, qëndresa e këtyre qytetarëve që kanë bërë shumë gjëra të mira për Shqipërinë e Mesme, është shembull se si ne duhet patjetër në këtë moment kaq të rëndësishëm për Shqipërinë të nisim ndryshimet pikërisht nga këtu. Ndryshime që nisën në 90-ën nga këtu, edhe në 2026-ën duhet nisin patjetër nga këtu. Unë dua të falenderoj përfaqësuesit e familjes Lusha për qëndrueshmërinë që kanë patur për të sjellë kujtimin e Sulejmanit si një shembull jo vetëm të qëndresës, si një shembull të mendimit ndryshe i cili edhe kundër regjimit, në regjimin më të vështirë, sot kthehet në një dritë për njerëzit që besojnë që ndryshimi vjen me punë, vjen me qëndresë, që ndryshimi vjen gjithmonë vetëm nga njerëzit e mirë. Dua të falenderoj kryetarin e Bashkisë, zotin Fisnik Qosja, i cili ka bërë punë shumë të mira për Kavajën, do vazhdoj të bëj punë akoma dhe më të mira për Kavajën, që t'i japi mundësinë që këto kujtime, këto qëndresa, këto heroizma që kanë bërë Shqipëria e Mesme dhe banorët e këtij qyteti dhe kësaj treve të vazhdojnë dhe të kujtohen. Nuk ka mënyrë më të mirë për t'i ndryshuar gjërat se sa të mos harrojmë. Nuk ka mënyrë më të mirë për t'i ndryshuar gjërat se sa të vlerësojmë ato që kanë sakrifikuar. Unë, Belindi dhe Tomori vim të tre nga familjet persekutuar. Jo larg nga këtu në Savër të Lushnjës, gjyshi im ka vuajtur shumë vite persekutimi. Po mos t'i kishim familjet tona, ne nuk kishim për t'i ditur sakrificat që ka bërë ai brez. Për këtë arsye ne sot duhet jo vetëm t'i nderojmë e t'i kujtojmë, po t'i vendosim në pjedestalin më të lartë ashtu siç ka bërë edhe Fisniku me familjen Lusha. Ky është vetëm shembulli i parë, ai do të vazhdojë gjatë vitit të ardhshëm, gjatë 4 viteve në vijim, që të nderoj herojnë të Shqipërisë Mesme, që të nderoj kujtimin e tyre, të nderoj qëndresën e tyre, të nderoj punën e tyre, duke i dhënë Kavajës atë që i meriton. Kavaja është zemra e Shqipërisë, do vazhdoj të jetë zemra e Shqipërisë, po ne kemi nevojë që sot të kujtojmë ato që kanë sakrifikuar për Kavajën e për Shqipërinë. Shumë faleminderit kryetar, faleminderit dhe kryetarit të Këshillit Bashkiak, faleminderit edhe qytetarëve banorëve të Kavajës. Si një nga zërat më të njohur të shtresës së të përndjekurve politik në Shqipëri, ftojmë të mbajë përshëndetjen e rastit zotin Besim Dregjoni. Fort dhe shumë e nderume familja Lusha e Luzit Vogël, i nderuar kryetari i Bashkisë Kavajës, të nderuar përfaqësues të Partisë Demokratike dhe deputet të Parlamentit, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike të Kavajës, i nderuar kryetari i Partisë Ballit Kombëtar. Sot jemi mbledhur këtu në Luzë të Vogël të Kavajës për të nderuar qytetarin e nderuar, luftëtarin antikomunist, pjesëtarin e kompanisë 4000, patriotin e Kavajës, antarin e Ballit Kombëtar të Mitat Frashërit,
Sejdin Myslim Lusha. Sot luzit vogël të Kavajës dhe Shqipëris i rikthehet adhetari shqua nacionalist, luftëtari dhe pjesëtari i kompanisë 4000 Sejdin Lusha. Mirë se erdhë o trimi Kavajës, o trimi luzit vogël. Ka 75 vjetë që Kavaja dhe Shqipëria të presin. Të presin se ti meriton derin adeut, se për Shqipni t'ju bëre hi, dhe unë grite si Feniksi, për të ardhur në luzin tënë, të dashur, pranë familjes tane që do të kenë pranë me breza. Kavaja dhe Shqipëria do të shmallën me ty, o heroj Kavajës. Lavdi herojt Sejdin Lusha, burrave si ti, adeu i përjeton monumente, e se vepra juj heroike meriton përjetësimin e emrit tënd. Sot në këto momente nderimi, duhet t'i tregojmë rinis, pasardhësve, veprën tuaj kombëtare që t'jenë të ndërgjegjësuar se ju e meritoni nderimin e adeut. Kompania 4000 ishte njësi paraushtarake e kryuar nga shërbimi fshet Amerikan dhe Amerikanët e kishin seriozisht në vitet 50 rrëzimin e diktaturës Enver Hoxha. Ajo kompani u stërvit nga ushtarak më të përgatitur për luftat klandestine ndaj regjimit dhe pjesëtarët saj kompanie ishin antar të partive legalitetit drejtuar nga Baskupi, ballistat të drejtuar nga Sandosti dhe agrarët të drejtuar nga Sejid Kryziu. Ata ishin shqiptarë që përpara lirisë dhe adeut nuk kursenin jetën e tyre, por fatkeqësisht dhe këto shërbimet sekrete anglo-amerikane nuk kanë qenë të minuzuar nga gabimet dhe përpasoj sollën humbje të mëdha njerëzore. Si shembull kemi ngjarjen e vitit 1950 që lidhen me Shqipërinë. Është e vërtetuar se agenti rus Kim Philby kishte deportuar në radhë shërbimit sekret anglo-amerikan të asaj kohe dhe informonte rregullisht KGB-n sovjetike, e cila informonte sigurimin e shtetit të Enver Hoxha. Dhe kështu luftarët vishin Kavaj, vishin Shqipëri, desantoshin dhe kapeshin nga sigurimi i shtetit. Këtu kemi borxh të ndajmë 3 mënyrat të këtyre luftarëve. Heroizmin e tyre, që lanë universitetet, lanë jetën e lirë në perëndim për të sakrifikuar jetën e tyre që Shqipëria të kishte demokraci. Komike është propaganda komuniste që i tregonte popullit shqiptar se ne jemi aq fuqishëm përpara Amerikës sa i kapi marmist direkt sa tulën tokën shqiptare. Kjo ishte komikja e kësaj historie që humbi jetë njerëzore, humbi herojt të kësaj lëvizje. Ngjarjet sollën pasoja të rënda dhe për këtë ngjarje të nderuar vëllezër dhe motra Kavajës ka deklaruar kryeministri Tony Blair në parlamentin anglez kur kërkoi falje të gjithë atyre shqiptarëve që ishin vrarë nga sigurimi i shtetit, se ishte tradhtia e Kim Philbyt në këtë mes që i dorëzonte të luftarët pranë sadistëve të komunizmit. Tragjedia e viteve 50 të nderuar vëllezër dhe motra nuk mbaron vetëm me asgjësimin e herojve të lirisë, por vazhdoi për gjysmë shekulli, me vrasje, burgosje, internime, dhe kështu e gjeti të djathtën vitin 90, kur muri i Berlinit, të sakatuar, por me një dinjitet dhe vullnet pamposhtur. Plumbat e Enver Hoxhës nuk i kishin poshtë burgosit politik në kampet e përqendrimit. Plumbat e Enver Hoxhës nuk i kishin poshtë familjen Lusha dhe qindra mira familje shqiptare, por qëndroshin të gatshëm për të sjellë lirinë dhe demokracinë në Shqipëri. Por ne harruam se diktatura komuniste në vitin 90
ndoqi lojën e Kim Philbit, tradhtari dhe diktatori Ramiz Alia, që mbushi kufirin shqiptar me kufoma 3 shetrejash. Kishte problem të mbante partinë e tij në pushtet në sistemin demokratik. Kjo ishte tradhtia e dytë e Kim Philbit në politikën shqiptare. Dhe ka 35 vjet që Shqipëria hesht përpara 6.000 zhdukurve që nuk ka një varr. Sejdini nuk e ka varrin. Ato e dogjen. E dogji sigurimi shtetit. Por familja Lusha e rikthej këtu dhe du të falenderoj Bashkinë e Kavajës që ka pas sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin që si Sedin Lusha dhe shumë patriot shqiptar që ka 35 vjet që flenë në heshtjen e kriminalit dhe qeverisë kriminale të Edi Ramës të rikthehen popullit për cilët luftun këta trima, luftun këta heroj që Shqipëria të kishte liri demokraci. Nga ky nderim, duhet t'i qojmë dhe një mesazh kryeministrit Edi Rama. Sistemi demokratik ka në plan të parë institucionin e dorëheqjes. Ka 61 ditë që rinia shqiptare të kërkon dorëheqjen dhe ti si diktatori i fundit komunist thu nuk jap dorëheqje. Ku do shkojsh përpara uraganit liris që ushton çdo natë në kryeqytetin tonë Tiranë? Nga ky nderim i këtij burrit madh Kavajës, ju bëj thirrje të gjithë, ju triv dhe trejave, i bëj thirrje institucionet vendore, të gjithë mobilizohemi, të gjithë në sheshin e bulevardit Tiranës, aty ku thirret mas 35 vjet poshtë komunizmi e dum Shqipërinë si Europën. Në qoftë se ne do heshtim, do vazhdojmë diktaturën. Heshtja është vrasëtare për një popull. Pra ne vëllezër dhe motra, të gjithë në shesh, të zhdukim këtë parti kriminale dhe t'japim frymëmarrjet demokratike popullit shqiptar. Lavdi Sedin Lush, lavdi 6.000 zhdukurve të komunizmit, lavdi 914.000 vite burg që si ka asnjë shtet në Europë që i ka bo vetëm Shqipëria në diktaturën e Enver Hoxhë. Rroft populli Luzit Vogël, rroft Kavaja, rroft Shqipënia. Përpara se të kalojmë në momentin kulmor të kësaj ceremonie, ftojmë për përshëndetjen përmbyllëse kryetarin e Ballit Kombëtar Shqiptar, zotin Adriatik Alimadhi. Atëherë të nderuar banor të Luzit, Kavajës, kudo që ndodheni, të nderuar deputet, zonja Tabaku, zoti Elizoti, zoti Klliçi, i nderuar kryetari i Bashkisë Kavajës. Ju jemi shumë mirënjohës fakt për propozimin që keni bërë Këshillit Bashkiak për nderimin, vendosjen e bustit, për vendimin që keni marrë dhe keni bërë një akt patriotik sepse është vështirë sot në mendsinë e shoqërisë shqiptare për të marrë akte dhe vendime të tilla. Falenderoj kryetarin e Partisë Demokratike Kavaj, i cili njëkohësisht sot mora vesh që është dhe kryetari i Këshillit Bashkiak, i cili ka përcjell nëpërmjet kolegëve të tij vendimin shumë të rëndësishëm të Këshillit Bashkiak. Njëkohësisht duhet falenderoj nipin e Sedin Lushës, zotin Muharrem, i cili ka sponsorizuar për të kryer këtë aktivitet, por njëkohësisht edhe për të vendosur një bust. Shikoni, nga shumë folës këtu, megjithse dielli bën punën e vet, temperatura bën punën e vet, edhe ne mezi duam të përfundojmë shpejt e shpejt këtë aktivitet, shohim aktivitetin e të ndirit Sedi. E para, shikoni moshën, kontributin, por shikoni dhe sakrificën. Ka lënë Adeon, iku jashtë, u rreshtuan Komarin 4000, i cili vendosi dhe nuk pyeti për jetën e vet, dhe sakrifikoi jetën e vet dhe nuk i gjenden eshtrat se ku janë. Keni parasysh se çfarë ka bërë ideologjia kriminale komuniste. Unë shpesh herë kam folur në këta aspekte, por shumë vështirë për të depërtuar ideja se kjo parti ka qenë tërësisht
dhe plotësisht kriminale. Nuk e besojnë, por nëse do t'i referohemi statistikave në këtë Shqipëri të mirë, mund të kemi 6.000 shqiptar, adhetar dhe patriot, të cilët nuk ju gjenden eshtrat. Edhe kjo ka pasur një strategji. Strategjia ishte krijimi i Partisë Komuniste nga Partia Komuniste e Jugoslave dhe asgjësimi i plot i patriotizmit, dhe prandaj në një farë mënyrë nuk kemi sot një patriotizëm të këtyre burrave që kanë aktivitetin e palëkundur, adhetar dhe patriot si Sejdin Lusha. Shikoni, ata luftuan për një Shqipëri pa komunizëm, luftuan për një Shqipëri pa diktaturë, luftuan për një Shqipëri perëndimore, luftuan për një Shqipëri ku shqiptari të dojë shqiptarin. Ishte shumë e vështirë kur thoshte balli kombëtar atëre. Sa ndokujt ndofta nuk i vjen mirë. Ende nuk ka dalë aktiviteti ballit kombëtar. Ende nuk kanë zënë vendin këta personalitetet të shquara të patriotizmit shqiptar. Prandaj ata të që deshin Shqipërinë meritojnë më shumë. Faleminderit kryetari i bashkisë. Sinqerisht në emër të ballit kombëtar, në emrin tim personal, keni vlerësuar dhe keni nisur për të vlerësuar një proces që është thellësisht dhe plotësisht në frymën e patriotizmit kombëtar. Faleminderit dhe një herë, ju përshëndes gjithëve. Të nderuar të pranishëm, momenti që do të pasojë është kulmi i kësaj ceremonie përkujtimore. Ky bust nuk është vetëm një vepër arti, ai është një simbol i kujtesës historike, i respektit për sakrificën dhe i mirënjohjes së një komuniteti ndaj njërit prej bijve të tij. Le të shërbejë ai si një kujtim i përhershëm se liria, digniteti dhe dashuria për atë dheun kërkojnë gjithmonë guxim, përgjegjësi dhe përkushtim. Qoftë i përjetshëm kujtimi dhe vepra e nacionalistit dhe adhetarit Sejdin Lusha. Lavdi kujtimit të tij. Ftojmë familjarët dhe personalitetet e pranishme të afrohen për ceremoninë e zbulimit të bustit. Pas zbulimit të bustit do të zhvillohet ceremonia e vendosjes së kurorave me lule. Për jetë.